një auditim modern duhet të analizojë dhe vlerën publike të investimit. Prandaj mendoj që kur flasim për çështje të kësaj rëndësie të veçantë që prekin. Dy deputet, Malaj dhe Sina, u shfaqën së fundmi si nismëtar të dy projektligjeve të rëndësishme, por një emision investigativ hodhi dyshime serioze mbi rolin e tyre real. Përmes një prove të thjesht, pyetje me shifra të sajuara, gazetarët testuan nëse ata njihnin përmbajtjen e ligjeve që kishin firmosur. Rezultati ishte befasues, të dy pranuan si të vërteta të dhëne që nuk ekzistonin në projektligjet përkatëse, duke i mbrojtur me bindje si pjesë të nismave të tyre. Rasti i parë lidhet me deputeten Zamira Sina, e cila ka propozuar ndryshime në ligjin për porte turistike. Sipas nismës, investitorët strategjik mund të ndërtojnë porte vetëm me vendim të Këshillit të Ministrave, pa garë të hapur, ndërsa pronësia do të mbetej atyre në mënyrë të përhershme. Kur u pyet për një kufi prej 15.000 metra shkatror, shifër që nuk figuron askund në draft, ajo e konsideroi të mjaftueshme, duke treguar se nuk kishte dieni për përbajtjen reale. Një situatë e ngjashme ndodhi me deputetin Erion Malaj, i cili propozoi ndryshime në ligjin për qeverisjen elektronike. Në një kohë kur ky institucion është nën hetim, ai u pyet për një trajnim të parashikuar për 10.000 punonjës, një tjetër element i pavërtet. Edhe në këtë rast, Malaj e mbështeti idenë si pjesë të projektligjit. Ngjarja ka ngritur pikpyetje të forta mbi autorsinë reale të këtyre nismave dhe mbi rolin e deputetëve si përfaqësues të qytetarëve. Kush i harton ligjet dhe në interes të kujt?